Kisha lexuar dikur në librat e vajzës një poezi për fëmijë ku përshkruhej parajsa nga Niki Giovanni. Në një varg shkruhej: "S'mund mos ketë parajsë kur hijet ftohen dhe bufat rrasin." Deri në momentin që bufi u bë hit i fushatës së Partisë Socialiste, nuk kisha lexuar për bufat, por vendosa të lexoj më shumë për të kuptuar se çfarë përfaqëson bufi, cila është simbolika e tij për njerëzimin. Mësova se bufat e kanë më ngjepsur mendjen e njeriut për aq kohë sa ne kemi ndarë tokën dhe qiellin me ta. Asnjë krijesë tjetër me pend nuk ka frymëzuar në të njëjtën mas ndjeshmërinë tonë poetike, krijimin e miteve dhe kureshtjen tonë shkencore. Këtë majgjepsje e hulumton shkencëtari dhe shkrimtari i natyrës Leif Kalves në librin e tij Jetët e fshehura të bufave, Shkenca dhe shpirti i zogjve më të pakapshëm të natyrës. Aty Kalves ofron staturën e bufave në kulturën njerëzore në një atlas global të mitologjisë. Ai shkruan: lidhja e gjatë e bufit me perëndeshën greke të urtësisë, mençurisë dhe arsyes Athena, që përfaqëson lirinë dhe demokracinë në të gjithë botën perëndimore, i dha shkas emrit shkencor të bufit Athena Kynekeleria. Po ashtu për shekuj me radhë, populli Ainu i Japonisë Verilindore ka nderuar bufin si perëndorin e natës ose perëndia që mbron vendin. Në Kazakistan ekziston një varg mal ku njerëzit shkojnë për të lidhur me shpirtin e bufit. Populli skandinav beson se bufat sjellin fat dhe amerikanët vendas Navajo besojnë se bufi dhe kojota mbajnë ekuilibrin e ditës dhe natës. Shkencëtarët kanë zbuluar disa nga mrekullitë e sensoriumit jo njerëzor, duke filluar nga shikimi tetrakromatik i bletëve deri te komunikimi në kor i zogjve shtegtar. Por asgjë sipas shkencës nuk te i kalon aftësitë e mrekullueshme të bufave për të parë me anë të tingullit. Sistemi vizual i bufave është i mahnitshëm, 100 herë më i ndjeshëm ndaj dritës se ai një plumbi dhe jaft për të parë dritën ultraviolet. Sytë e tyre të mëdhenj pranojnë më shumë dritë dhe kanë më shumë qeliza për të përpunuar se sa sytë e zogjve me shikimin më të prehtë gjatë ditës. Ndërsa Mary Oliver, një filozofe dhe poete e rrallë me një vëmendje të kujdesshme dhe të ndjeshme ndaj botës dhe brendësisë sonë njerëzore, teksa endet në pyjet e Provincetown, pranë shtëpisë së saj, reflekton mbi këto krijesa misterioze dhe mahnitse edhe në një nga esetet e saj ajo shkruan: natën kur bufi është jashtëzakonisht i shpejtë dhe i përsosur, ulërima e lepurit është rrënqetëse, por klithma e bufit e cila nuk përcjell as dhimbje dhe as mungesë shprese, por lavdinë e rrëmbyeshme të atij që paralajmëron fundin është akoma më rrënqetëse. E pra, për te shëmtisë së shfaqjes së grave të stonuara të ersekës që i këndonin një bufi, kjo fushat ishte një mundësi për të mësuar shumë për këtë krijesë me sy të mëdhenj solemn, simbolika e cilit përfaqëson mençurinë, intuitën, introspeksionin, pavarësinë dhe aftësinë për të parë për tema shtrimit. Nuk mendoj se e meriton Berisha këtë simbolik, por me sa duket Rama pa e ditur e vlerëson shumë liderin e opozitës.